Fatosnano drejtoi jo përmes forcës së pushtetit, por u imponua përmes betejave të brendshme, duke u tërhequr për të rikthyer në maj me forcën e votës dhe mbështetjen e anëtarësisë. Dhe kështu, në dhjetor të vitit 1990, ai u emërua sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave e një muaj më vonë zëvendës kryeministër në qeverinë e Adil Çerçanit. Në fund të muajit shkurt të vitit 1991, Ramiz Alia i besoi Fatosnanos postin e kryeministrit. Edhe kryetari i Partisë Republikane Bamir Topi, i cili lë pikërisht mesazhin e tij në librin e ngushëllimeve për liderin historik Fatosnano. Jo vetëm ai, por edhe personalitetet e tjera të politikës, të artit dhe të kulturës. Mirë, kemi një prononcim nga Agron Duka, le ta ndjekim pak. Kur i vdiq, ajo që kishte, si thosh, më të mirë në trupin e tij truri. Ai tha që domethënë çdo njeri ka, domethënë ato anët e forta të veta, dikush është atlet, dikush ka trupin, dikush këmbën, ndonë është truri. Kur i vdiq truri, vdiq. Faleminderit. Zoti Mediu? Ishte ky një mesazh i shkurtër i Agron Dukës, teksa ndoshta do të kemi edhe si do ta kujtoni ju Fatosnano? Unë do ta kujtoj Fatosnano si njëri i mendimit dhe absolutisht i tolerancës. Një kundërshtar me cilin kur debatoj patjetër që duhet mendojë thellë dhe padyshim me kontribute në gjithë jetën politike të këtij vendi. Asnjëri nuk është perfekt, por Fatosnano mbi të gjitha kishte edhe tolerancë që pak politikanë shqiptarë kanë. Faleminderit. Mirë, ka qenë Fatmir Mediu dhe Agron Duka, të dy opozitarë, në këtë lëmë të mirë për ish kryeministrin Fatosnano. Agron Duka tha se Fatosnano vdiq vetëm atëherë kur i vdiq burri. Ndërsa Fatmir Mediu tha se vdiq pikërisht personi i mendimit dhe i tolerancës. Nëse do të përballesh në të, duhet të mendojmë se çfarë do të thojë familja. Vjerëm të jemi live. Në ceremoninë e lëmë të mirës për ish kryeministrin Fatosnano. Mirë, ndërkohë që kemi një tjetër deklaratë është nga Spartak Bauta, vetëm ndjekim. Apullarimi nga jeta e Fatosit si njeri na obligon të vim, të bëjmë nderin, të përkujtojmë. Kujtojmë çastet e mira dhe të këqija. Veçanërisht ato të burgosjes nga regjimi fashist i Sali Berishës. Është ditë për kujtimi dhe nuk ja vlen të themi edhe në i të mjetë Fatosit.
Faleminderit.